Më mirë do preferoje që i dashuri të trasonte me një femër super të bukur, ose le ta bëjmë shumë. E kapim nga këto. Më mirë i dashuri jot, po e zëm se keni të dashur, të trasoj me shoqen tënde të ngushtë apo me një çun tjetër? Çfarë është më e rëndë? E di pse më vjen për qeshur se të dje po bëja këtë bisedën me një shoqe. Dhe në çfarë përfundimi Për doli? faktin se sa e rëndë është të trastoj i dashuri me një mashkull se sa me një femër. Po sikur ti femra tjetër shoqja jote ngushtë? Po pra, kjo është gjëja që e bën më fani sepse e ke bërë më të vështirë se ajo që mendova unë dje. Ka do zgjidhet ja. Të dyja janë një gjë shumë. Po mendoj prapë të mashkulli se I don't care shoqja ngushtë, thjesht është një zgjedhje ime, ai s'do të jetë më kurrë pjesë e jetës time. Por kjo pjesa është traumatike kjo pjesa e djalit është I don't know. Sepse është shumë e thellë si muhabet, të lë të dyshosh si ka qenë ai në raport me lidhjen tuaj, çfarë bëri të ndryshoi krahun, atë ka dashur vërtet, si e dukur ti në sytë e tij, nëse ai pëlqen. Traum. Gjinin tjetër është.